Seanca në apelin e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar që po gjykon ish kryebashkiakun e Durrësit Vanja Xhuxhdako dhe disa bashkëpunëtorë të tij, u shtyp për shkak të mungesës së shtetasit Adrian Bulku dhe mbrojtësit të tij ligjor. Bulku është një prej të pandehurve në këtë proces dhe gjithashtu ka ankimuar vendimin e shkallës së parë. Vanja Xhuxhdako ndodhet në masën e sigurisë arrest në shtëpi që nga muaji i shkurt i vitit 2024 pasi u lirua nga qelia me vendim të gjyqtares Flojera Davilli për shkak të kalimit të afateve të paraburgimit. Kjo masë u caktua ndërkohë që çështja të shqyrtohet në shkallë të dytë të gjykimit. Prokurori i çështjes Zotir Kullapi kërkoi me forcë shtyrjen e seancës për shkak të mungesës së Bulkut, duke theksuar rëndësinë e pranisë së tij, pasi ai është një prej ankimuesve kryesor të vendimit të shkallës së parë. Trupi gjykues vendosi që seanca të zhvillohet në një korrik ora 10:30, ndërsa në mungesë të mbrojtjes së Bulkut u caktua avokati, kryesisht Artan Simoni, për të përfaqësuar në këtë proces. Në shkallën e parë të gjykimit, Vanja Xhuxhdako dënuar me 2 vite 8 muaj burg për akuzën e shpërdorimit të detyrës në 2 raste të veçanta që lidhen me periudhën e tij si kryebashkiak, ndërsa bashkëpunëtori i tij, Adrian Bulku, Fatmir Ejupi dhe Fiqeri Farruku, u dënuan me 2 vite burg, për dënimi i tyre u pezullua dhe u vendosën në shërbim prove për një periudhë prej 4 vitesh. Çështja ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik duke e konsideruar një nga rastet më të rëndësishme për luftën kundër korrupsionit në nivelet e larta të administratës lokale.